Shihni ndikimin e teatrit në krijimin e një shoqërie më të ndërgjegjshme dhe më të përgjegjshme për problemet të cilat I përballon. Po në thash, gjithmonë teatri ka dhënë porosi. Sa është porosia e sonshme e teatrit e fuqishme, nuk e di. Ndoshta pak është dobësu ndër vite, thash. Është problemi, sepse në botë tani e shifni gjithçka në viteve të fundit edhe në muzikë, edhe në film, edhe në gjithçka krijohet një art I dhunshëm. Nuk e di a hetoni ju gjenerata e re, po unë ndoshta përkas një gjenerate pak më të vjetër, sikur mungon një dashuri brenda asaj që e bëjnë brenda artit. Po, gjithçka është e komercializuar, por është edhe e dhunshme. Edhe muzika është e dhunshme, edhe filmi është I dhunshëm, me shumë dhunë, ajo shpirtërorja mungon. Besoj që ne jemi të gatshëm gjithmonë të japim, po për ta dhënë atë duhet njerë të arrim nivelin tonë si teatr të funksionojmë, të jemi me gjitha, domethënë, si anën teknike, si anën profesionale, artistike, të kemi në nivelin më të lartë, sepse me këto buxhete, me këto mundësi që kemi, nuk mund të përshkojmë edhe shumë porosi.